Hello friends, welcome back and happy Thursday. Today it's March 26th and we started another vlog. Ja ku jemi këtu dhe ja ku po fillojmë një tjetër video, një tjetër dua t'ju tregoj, kam dalë pak jashtë në qytet edhe dua t'ju tregoj tani për fillimin e pranverës dhe pemët të cilët jam me beharin e bardhë, beharin e pemëve, edhe kështu që janë të gjitha pemët të bukura, po dalluan kështu mirë shumë, por jashtë është vrënd, këtu i këtë javë do t'jetë edhe ftoft edhe kështu që qëto e kom vendosën qëta përse kom largu ato për St. Patrick's e kom vendosë qëta qështët e të kraj edhe kom another surprise, another decor, more decor edhe kështu që të shohin si do t'ja bëjmë, qëka do t'ja bëjmë. Së pari po dalim, duhet t'ju tregoj pemët jashtë dhe pastaj edhe si do t'ja bëj. Është koha e beharit dhe shika se sa bukur kanë hapur. Uje dhe fantastik pemët të cilët kanë hapur gjitha të bardha. Shiko. Kjo është behari cili ka hap. Nuk e di sa po shihet, por është fantastike. Gjithandej në ato e sa të bardha. Wow, fantastike. Edhe uje. Shiko sa bukur. Dhe gjithandej është shiko se sa bukur. Që white me si bor. Shumë e bukur. Shiko. Spring it there, na na ni na. String it there with me. Shiko sa bukur po duket. Kjo fantastike. Kjo dhe më e bukur. Wow. Kombinim me white. Wow. Shiko se sa bukur. Shumë bukur, shumë mirë. Edhe që kemi një të bardhë, white. Ui, qika se sa bukur. Shika. Shika se sa mirë. Wow. E gjitha e bardhë. Ja ku jemi sot te parku këtë pas shumë kohë. Edhe kom qitë kapuqin për shkak se o ka frim pak hera. Edhe jom këtu te parku, kam marrën kifle sot për shkak se nuk kom hungur buk në shtëpi. Kemi edhe kështu që kom dalë ma shpejt. Dhe i ndarë me shetit është koha pak si vranët edhe pak si e qelë, do të bjen edhe shi. Today
Edhe kështu që po ju kallëzoj tashti ku marr një kifle me vishnje dhe një kifle me moll. Që të shohim sa kemi. Shika, i kam 2 kifle. Kjo është me vishnje, kurse që kjo është me moll. Apple. Edhe kjo është shka, dit. Kështu që po i ha të dyjat edhe po vazhdojmë rrugën. Ja ku e kam kiflen me vishnje një herë. Qa ku kam mira. Taze. Të mira shumë. Se kam qef, këtu në natyrë për me ngrem. Po ha. Shiko, se sa bukur, se sa interesant, i gjithë pembe. Do t'vim përfuni këtë, shiko se sa bukur. Wow. Wow. Shumë bukur. Shiko. Fantastike. Shumë bukur. Shiko. Se sa bukur. A pema me wow. Shiko, akoma hapër të hapër. Fantastike. Era favorin. Sver. Shiko. Shiko se kabin në to, këtë gjitha këto lule, të cilat janë këtë, shiko. Shiko. Se interesant. Shiko se sa e bukur është. Shiko se sa e mirë është. Wow. Fantastike po duket. Shumë e bukur. Shiko se sa e madhe po duket tash që kom afru ngrat. Ja ku jam këtu dhe erdha në shtëpi e pat tani është vrantuar edhe ishte edhe si vranët jashtë, por që pas dite do të fillon shiu, kështu që jam duke punuar këtu, sa shpë du më tregu, i kom largu këtu për St. Patrick's nga këtu, edhe i kom bu mbram lepujt, shiko, i largova këtu që të trija tani do t'i vendos këtu edhe do t'i marr t'i vendosi në atje. Po ju kallëzoj tash lepujt i kam bu, më duket vetëm edhe një lepër i gjelbër për ta vendos atje tek prindërit e mi, dhe si duket po vazhdojmë pastaj me do të vazhdojmë me Easter Home Tour 2026. Kështu që tash po ju kallëzoj. Ja ku i kam qëto dyja qështët, të cilat i kryva me këto i vendosa qështët, edhe qëto të madhen qështët e vendosa, ta shte këqyrim qëto si porin, aporin drej qështët, po, yes, bukur, po të vendos tash në dritare, kurse kjo është në prindërit e mija ty të cilën do ta vendosi, edhe shiko. Këto do ta vendosi, ja ku i kam larguar këtu dhe qito e kom bo edhe për një qështu të prindërit e mi, do duhet ta marr edhe ta vendos aty. Karikën edhe po i vendosi. Shiko kjo sa bukur përën, sa fantastike edhe shumë
shumë mirë përën, po më pëlqen bani këtu që përën me këto bani tjera, por, qëto ja largova, ku mbet ajo, u largu ku e largova, qëto ja largova për shkak se është e shkurt edhe përën. Duhet me bo pak ma të gatë së bashku me këto, për shkak se janë shumë të shkurta edhe, por së pari pëlqes qëto tek prindërit e mi, edhe qëto pastaj pi bojmë mirë. Ja ku janë edhe këto dyja këtu, ja ku vendos edhe kjo këtu, ja ku vendos edhe kjo këtu, qështot edhe ja ku bu mirë kështot dhe përfundoj edhe këtu. Shiko edhe qëto në dhomën e prindërve të mi, i kam zbrit këto poshtë dhe i kam vendosën në qëto e bukur mirë. Shiko se sa bukur po duken dhe fantastike po rrinë. Si dhe që kjo qëto. Ja ku është edhe një lepër të të cilë kom vendos, do ta vendos edhe këtu në anën tjetër edhe një tjetër, së bashku me këtu dhe përfundon gjithçka. It's a new decor. Or, shiko se sa bukur kam ble another tulipan. This time it's orange tulipan, edhe po du qëto menar, po me t'ka tu orange tulipan edhe kom vendos të red të kuqe. Shiko edhe qëto e kom vendosën, ta shubu orange, apshe sa bukur, edhe qëto orange, dhe me thoni kom 4 edhe 4, 8, 9, 10, 11 copa, shiko se sa bukur. Një tulipan të kuq, red edhe orange edhe po duken fantastike, qështu po duken shumë bukur, qështu fantastike po duken, edhe I change it here, qështu, shikoj kom vendosë edhe këtu tashtë me të kaltërt, kom vendosën këtu, kënina të bardha, me këtu, edhe që kjo s'po duket qëtu, vendosë qëtu, qështët, edhe shiko. Sa bukur, sa mirë, me këtë, shumë bukur po duket. Shiko, se sa mirë po duket, edhe super lepëri këtu, dhe ja kusht. Edhe këtu një another decor. Shiko, ka menduar edhe për këtë qyshin këtu të kuzhinës tani, me një ide, shiko se sa bukur për këtë, që është pjata këtu dhe për ta vendosur këtu. Në qështot. Okej, mirë shumë. Para disa dite i kam bler qëto lule, shiko se sa të bukra, sa të mira, i kam bler qëto lule me 2,99, 3 euro, dhe shiko se sa bukur, 6 sopa ishin në brenda, dhe e vendos qështot, por i bukur shumë, si dhe këtë shotë. Shiko se qëfar shote bukur është, sa e mirë, fantastike me këtë dhe pe vendosi qështët dhe ja ku është një dekor fantastik të cilën është bërë edhe këtu. Tani kemi spring edhe këtu dhe bukur qështu, shiko se sa bukur përin lullet. Shumë real. Edhe shiko se sa të bukur. E bu një fata që është nga të këtëne. Që është edhe. Dhe ja ku është edhe kjo. Këtu. Mua po më pëlqen. Shumë më pëlqen. Shumë real përin. Shumë fantastik. Tash pak pushim. Ushtrava qëtu në dhomë teme. Edhe po du me flajt. E pushu pas dite. E pas taj zgjohëm. Se mund ta bëjmë edhe një lepër për sopën e prindërve të mi dhe ta përfundojmë. Kështu jo. E përfundojmë para se me bo videon për Easter Home Tour 2026. Kështu që të shohim. Ja ku jam tani. S'gjova pe gjumit edhe
Jam këtu që qaqit fletore me kry që është disa gjana me shkru edhe pi gjumit me këqyre po edhe dishka edhe koha si e vranat herë tile, si e vranat herë tile edhe. Me ndrejt që shtët edhe nuk po di mramje tani më qa kemi. Ju kom të regu të gjitha. Të gjitha. Ja ku jam këtu dhe ja ku është qiriu im këtu, të cilën po e ndezi, në fakt është ky qiriu këtu i gjelbërt me tulipanin dhe tulipan të cilët fantastik i bukur dhe nuk kam menduar si vjet që do ta dhes kaq shumë, por që i kam edhe 2 copa të verdha kështu të sareta edhe po i kom atje në dhomën e gjumit. Kjo është pra edhe se që kemi pregatitur kështu edhe ju kom tregu në qytet, edhe lule flower, tulipan, edhe gjithë andej tulipan dhe të shohim si do t'ja bëjmë. Tani për Easter home tour do t'ja bëjmë. Dhe po shikoj filma tash të pranverës, të bukura kështu të ndryshme dhe nga April do të filloj me vlogot tamam kështu të Easter, Spring, do shta koha e mirë e kështu me rro. Vetëm do ta përfundojmë vitën edhe po shkojmë po flajmë. Kjo pa është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj vite që kemi përgatitur për sot. Gjithë që pëlqeni vite mia bëni like, bëni subscribe për të gjitha vite mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.